Tirana. Rrugët e kryeqytetit janë stolisur për nder të 6 vjetorit të çlirimit të Shqipërisë. Të bashkuara rreth partisë punonjëse të vendit tonë do ta festojnë me entuziazëm këtë ditë të madhe historike. 29 nëntor. Repartet ushtarake të garnizonit të Tiranës janë përgatitur për parakalimin solem. Duan trofitje të nxehta, populli përshëndet anëtarët e qeverisë e të Komitetit Qendror të Partisë me në krye General Armate Enver Hoxhën dhe delegacionet e huaja të ardhura për të asistuar në festën e çlirimit. Kryetari i delegacionit sovjetik Tarasov. Kryetari i delegacionit kines Tseng Tung Chuan. Delegati i Partisë Komuniste Franceze Marcel Cachin, Ministri Fuqiplot i Bashkimit Sovjetik Chuvaki. General Major Bekir Balluku merr në dorëzim paradën ushtarake nga General Major Spiro Moisiu. Shok ushtar nën oficera dhe oficera. Ju përshëndes dhe ju uroj me rastin e përvjetorit të 6 të çlirimit të Abdheu. Duke përshëndetur me rastin e festës së çlirimit në emër të qeverisë të Komitetit Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë, General Major Bekir Balluku tha: "Në këtë ditë të madhe, populli ynë drejton mendjen dhe zemrën e tij nga çlirimtari jon, nga vendi që siguron independencën dhe sovranitetin e popullit ton, nga Bashkimi i Lavdishëm Sovjetik dhe nga miku më i shtrenjtë dhe më i dashur i vendit ton, Stalini i Madh." Paradën e hapin oficerat e komandës së përgjithshme. Parakalojnë kursistët e shkollës së bashkuar Enver, bij punëtorësh e fshatarësh, oficerat e ardhshëm të ushtrisë sonë popullore. Kalojnë nxënësit e shkollës ushtarake që mban emrin e herojt legjendar të popullit shqiptar Skënderbek. Parakalojnë ushtarët e ushtrisë sonë popullore, rojet besnike të kufive të Abdheut ton, mbrojtësit e pamposhtur të punës paqësore të masave tona punonjëse. E pakufishme është dashuria e popullit për ushtrinë. Ajo është krenaria dhe lavdia e tij. 6 vjet më parë, ushtria jon nuk e ka pasur këtë lloj arme. Tani marina jon qëndron në roje vigjilente në brigjet e Adriatikut. Kur fashistët italianë sulmuan vendin ton, populli shqiptar i tradhtuar nga zogu dhe klikati u ndodhi pa armatosur para agresorit egër. Sot ushtria jon popullore e pajisur me teknikën moderne ushtarake, duke ruajtur në mënyrë të shenjtë traditat e luftës nacional shqiptare,
qëndron vigilente në mbrojtje të mbledhur. Ajo nuk do të lejojë asnjë agresori të prish paqen dhe lumturinë e popullit tonë. Dhe rritur në zjarrin e luftës kundër okupatorëve dhe tradhtarëve, ushtria jon ka përvetësuar më së miri teknikën e re luftarake duke marrë eksperiencën e çmuar të ushtrisë heroike sovjetike. Parada ushtarake mbaroi. Tani para tribunës kalojnë turmat e mëdha të manifestonjësve.